Por që të kuptoni pse helikopterët u ulën në Caracas, duhet të kuptoni problemin e vërtet ku asnjë s'flet për problemin e rafinimit të naftës. Dhe tani do ju flas për këtë. Tash Amerika thot që jemi një nga prodhuesit më të mëdhenj të naftës, siç e ka vënë theksin dhe presidenti i Donald Trump, që ka thënë fracking edhe në zgjedhjet e para dhe në këto zgjedhje. Amerika thot që jemi nga prodhuesit më të mëdhenj të naftës dhe s'pyet për Middle East apo Latin America, po le t'ja u sqaroj pak të t'ju jap një glimpse, diçka të shkurtër. Pse nuk është e vërtet? Of course, Amerika është kthyer në një nga prodhuesit më të mëdhenj të naftës. Por, e vë theksin, nafta që ka Amerika në toka amerikane, nafta është champagne. So, let me tell you, të gjitha këto fabrika, më leni të tregoj, fabrikat që ka të përpunimit të thellë të naftës Amerika që ndodhen në Texas dhe Louisiana, më të mëdhajat, prodhojnë, rafinojnë vetëm crude oil, heavy crude oil. So, kjo që nxjerr Amerika në toka është shumë e lehtë, është si shampanjë. Amerika do diesel, do like really crude heavy oil. Këto fabrika janë dizajnuar për të Louisianës dhe të Texasit. Si t'ja u vë? Dhe ky oil vjen vetëm nga Middle East, vjen vetëm nga Middle Easti dhe nga Venezuela. Prandaj Amerika e kërkon patjetër Venezuelën, sepse edhe një herë Amerika rafinerit e rënda, rafinerit e Amerikës të Louisianës dhe të Texasit punojnë vetëm me heavy crudo, do me thënë vetëm me Cabernet Sauvignon që vjen nga Riadi, jo me çanzier Amerika Merlot nga toka. Don't you get it? That's why. Plus